Nisja e punimeve për rikualifikimin urban të bllokut të pallateve në rrugën Vllezërit Frashëri të Bashkisë Shkodër po shoqërohet në të njëjtën kohë dhe me prishjen e disa objekteve në këtë zonë që lidhen me shtrirjen e këtij projekti. Sipas teknikut të punimeve Vitor Cuku, qytetarët e kanë mirëkuptuar këtë ndërhyrje dhe përpasoj nuk ka pasur shqetësime. Ta keni pas mos marrëveshje? Bile janë kënaqur. Projekti parashikon sistemimin tërësor të këtij bloku duke filluar nga infrastruktura nëntoksore dhe deri me gjelbërimin e mjedisit. Të batë rikualifikimi i zonës pallateve Vllezër Frashëri. Kjo konsiston në kanalet e reja të ujnë të zeza, të ujnë të shillt dhe të batë dhe ujësjellësit. Njëkohësisht, territori do shtrohet me plak. Janë rreth 2700 katror që do shtrohet plak, do të batë parkingje për makinat. Për rikualifikimin e kësaj zone investohen nga Bashkia Shkodër mbi 21.515.000 lekë të reja dhe afati i përfundimit të punimeve është 4 muaj.